Mirëmëngjes e miq të dashur të emisionit Jeta Sot. Kënaqësi shumë t'ju takoj çdo ditë në terminin e njëjtë prej orës 9:10 deri në orën 10 kur takohemi bashkë. Shpresoj shumë që përmes emisionit po tentojmë të zgjedhim personazhe që janë interesante, por që edhe po na relaksojnë në studio. E sot si çdo ditë tjetër, në fakt si çdo të mërkur tjetër, them më mirë, kemi muzikë, kemi artistë të rinj që me të vërtetë ju japin shumë, edhe skenën son muzikore në të ardhmen sigurisht, po aq më tepër kur i kemi në fillimet e tyre. Duhet me përmend me patjetër që zakonisht për platformat sociale, siç janë rrjetet sociale, të cilat ne po i përdorim kohën e fundit me të madhe, sidomos TikTok, kemi mundësi me pa përmbajtje nga më të ndryshmet. Disa janë shumë të pëlqyera, disa prej tyre ndoshta edhe jo, gjë që për mendimin tim ndoshta do duhej shumë kufizim në atë aspekt, por jam i thara asaj që kur kemi të bëjmë me artistë të rinj që dinë ta promovojnë veten edhe në këtë formë, natyrisht që do të jenë të mirë së ardhur edhe në këtë studio. Kënaqësi sot që të tregojmë pak për dy të rinj që edhe janë shok mes vete, edhe janë njohur përmes fakultetit aty të muzikës, dhe që me përmbajtjen e tyre në rrjetet sociale si në TikTok me këngët patriotike kanë arritur që të bëjmë viral për një kohë shumë të shkurtër dhe tashmë po e mbajnë gjallë edhe këtë lloj rutine që vetëse e kanë mësuar për audiencën. Kanë komente të jashtëzakonshme deri tash që kanë marrë e është një kënaqësi e madhe të dëgjojmë edhe në studio Ylli Gexhën dhe Avdil Berishën që sot na kanë ardhur nga Gjakova dhe po i pres në studio. Hajde Ylli. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë që jeni sot me neve. Faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësi shumë. Unë e di që shikuesit që veç ju kanë pa, edhe ju kanë ndjek përmes këngëve të cilat veç i keni promovu, janë disa prej këngëve patriotike shumë të veçanta që me i dëgju për disa trimve është edhe më e veçantë besoj. Fillimisht ndoshta veç për me u rikujtu. Po, Ylli Gexhën e kam përballë edhe Avdil Berishën, edhe një herë kështu si prezantim për krejt shikuesit, edhe të dëgjojmë veç pak njërën prej këngëve që me njerë ka marrë hov, mandej bisedën deri në fund bashkarisht. Albulena, o mor prita, prita, nal sultano, ose merdi dita, Skënderbeu, si rufeja, o pos breto prej malit, Skënderbeu, o ja boni ben, po të zura, o në Albulen, as një gjalla nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuloj, as një gjalla, o nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuloj. Bravo. Faleminderit shumë që na e bët hapja në këtë formë edhe kënaqësi shumë e dëgjoj edhe një herë po them këto këngë tjetra që ju i keni sjellë në versionin e juaj, edhe është interesante në fillim e nisa duke thënë që TikTokun pak e përdorim ndoshta jo në mënyrën më të mirë të mundshme, kemi pa shumë e shumë raste. Piknisja nga ju bëri të dy bashk edhe si zgjatët që këngët patriotike me qenë pjesë e përmbajtjeve të juaja. Piknisja domethënë mas po jemi taku në fakultet, në fakultetin e arteve në Haxhi Zekan e Pej. Unë jam në vitin e tretë dhe Avdili është në vitin e parë. Fillimisht aty lidhem një shoqëni, shumë spontane. Edhe unë e ndëgjova Avdilin duke kënduar dhe më pëlqej zëri i tij. Zëri shumë amel, edhe ishim duke i bërë provat e korit. Edhe pasi i përfundum provat e korit, erdha Avdili të këndon, tha Ylli, tha, ta provojmë sa një këtë këngën Albulena. I thash, po, mëra e provojmë. Edhe shtu e provojmë 2-3 herë. Po nuk e ditë, unë nuk pa murë menda që po përshtate me zëra. Se Po në realitet në noltë, se tash nuk qaqa marrë vesh me muzikë. Nisë pa problem. Do më thënë muzikalisht, Avdili është tenor, ndërsa unë jam bariton. Unë jam zo pak ma i tra se Avdili, ma poshtë do më thënë. Edhe e provum Albulenin, e provum njëherë, unë e vetëm, ky vetëm, pastaj kër i bashkum zonat, u kriju do më thënë stili polifonisë. Edhe u përshtatëm, vendosëm që mi postu në TikTok, edhe
e postum edhe nuk e pritëm hiç që i kem këtë rezultat, këtë realitet. Edhe mbasi e postum, mbas 2 dite, Avdyli më dërgon screenshot në Snap edhe më thot ylli që dhezën, domethënë. Nuk e prita, as nuk e besova, thash, e ka editu ose ka bo diçka. Po, mbasi i pash domethënë rezultatin, unë i vashëm krenar dhe shumë i gëzushëm. Po, pa tjetër, po aq ma tjetër kur nuk e prat. Abdyl, besoj që edhe për ty është ndjenje e veçantë, se sigurisht kur bojni bashkë edhe përmes një farë forme edhe përmes shkollës së muzikës, përmes fakultetit në fakt ku jeni, edhe kjo ja u ndihmon që sadopak një karrierë shtrume përpara mandej më e pas, mos më ndal me kaq. Po është një ndjenjë shumë e veçantë, valla, se edhe u kun e pa pritshme. Veç kur e kena pa ta prap, edhe u kun shumë ndjenjë e mirë. Edhe veç na ka bashku ma shumë realiteti mu dhe Yllin bashkë. Tash kena me bu një projekt bashkë. Kjo është piknisja, këta janë hapat e parë, edhe të tja aktivitete keni të shumëta. E di edhe për ty, për aktrim Ylli, e që është edhe kjo pjesë e artit, po hajtë pëndalim edhe pak ma shumë të këto këngë patriotike, ndoshta tek për zgjedhja, mas edhe bisita që po i boni bashkë tutje për me bo këngë të reja, ndoshta në këtë versionin e juj. Dhe më thonë, ne u përshtatëm me që stil polifonis, polifonia rrjedh nga greqishtja e vjetër, poli që do të thotë shumë dhe fone që do të thotë zë, shumë zërsh. Ky stil ma shumë përdoret në jugun e Shqipërisë, po shumë interesant, u përshtatëm shumë e zëra, edhe tash normal që pi praktikojmë edhe po mundohem që mi bu ma të mirën, që me dalë ca ma mirë. Normal mendime për projekte të reja kemi, nuk do të ndalime me kaq, qështë është ma mirë. Keni pas edhe tjera pas kësaj, mante edhe 2 tjera që veç i kom dëgju, edhe ato kanë shku me të njëjtin sukses, thuajse, sikur se kënga e parë që veç e keni tregu pra Albulena që e këndu. Kur heci e para tani, kur heci le tjera, për e para u kom problem se. E po kjo spontania, shumë ma mirë, ju ka drejtu në rrugë, si me thonë, për to tjerat. Na ka qenë rrugë. Dhe më thonë, TikTok e ka që të gjatë mirë që ju jep mundësin kredive. Për çdo profesion, për çdo gjë ju jep mundësin gjithve. Ne jemi shumë gëzushëm normalisht. Që ja keni dalë. Abdyl, të reguam po mbesim bashkë TikToku se më intereson shumë që edhe për mesaj me do një farforme edhe mesajë si për krejt generatat, se TikTokun e përdorin gjithë dhe e dim se qëfar përmbajtje ka shumë shpesh aty. Ndoshta për juve si trim, sa ndihmu s'ka me qenë edhe sa e shini që është mirë me pas përmbajtje të tilla sikur kjo që ju e keni sër. Po na mas shumë ti jena gëzu se ka pas shumë komente pozitive. Kur e kena pas, e kena pas edhe njerëz kam pas nevojë për një sang që e kena bu na, se TikToki ditëve të sodi të mush si me budallo që e me sene palidhje. Na dashte me ndru pak stilin e funksionoj. Mu më ka ra edhe para 3 vitesh me u bo viral shumë TikTok, po nuk pata dit me shfrydzu. Jo më bo vetë e qështu u konë si njëjtë me këngën e Skënderbeut. Në metro në Vjene kom kënu këngën e Skënderbeut. Në kënu që... 3 mbi 3 ma gjergjo kastrioti, fushit madhes që mi dhan ka Zoti, se djeg flaka e se djeg baroti, shpataj ti than malin dyshe qan, me një dra, me një ushtri për lanë, me një dra, me një ushtri për lanë. Në ngjes halos. Fantazio, mos trego kur gjë ma shumë, se super është. Ylli, tash edhe këtë pjesën e muzikës, po du me ditë pak ma tepër sa ka, ndoshta edhe t'interesuam të tjerë që vinë në degën e juaj aty, sepse natyrisht që kjo punë shkon me talent. Po e pa të dhuntin, natyrisht që edhe drejtimin për në shkollë të muzikës e për fakultet të arteve mande e kim atlet. Talenta, do më thonë, vendin tonë ka shumë. Ka shumë, po edhe që nuk i njojmë, edhe që nuk paraqitin, se tutën mi paraqit, do më thonë, talentin e vetë. Talenta ka shumë, që do mos të ri, po normal sa në kryesor do të më konë motivi,
vullneti edhe puna. A e kanë, a ju mungon të rive sot kjo? Mendoj që disave i mungon, se pritojnë edhe mendojnë që jemi bo shumë tash mos tim edhe na, a ma shumë keq se kur e ki talentin, më thonë, kur e ki një gjatë që ta ka falë lumi Zotë, normal që duhet mi shfrytzu për të mirë, edhe duhet punë shumë punë, sidomos muzika lyp shumë për kushtim. Shumica mendojnë që muzika shumë e lehtë veç me këndu, po backgroundi domethënë nuk e shohin atë gjë dhe duhet shumë për kushtim. Edhe vetbesim duhet shumë e pas, se shumë njerëz nuk kanë vetbesim edhe për që ata edhe nuk e shfaqin talentin. Po dhe mbështetja mas ne edhe kemi pas edhe diskutime ma herët të në studia dhe me tri të tjerë që kanë thonë është pak problem ndoshta si i ri vetë me dëpërtu, pa e pas ndoshta edhe dikë që është me një produksion caktu me krejt. A i keni mendu këto pjesë apo po tentoni që vetë në forcat e juja të pak të në këtë formë njerë me jadoj? Unë me këtë kongën e Skënderbeu kom dhe qëtu kom krejt problemi së kom pas në ndim për një produksioni, e që tash kësha dosht me falenderu shumë produksioni Skyline Entertainment, se unë jam veç në menagjim tyre, mi përshëndet shumë producentat Burimin edhe Sunibin, kisha dosht mi falenderu për mundësin që ma kanë ja. Edhe tash je pjesë të tyre? Po, tash jem pjesë. Po, ashtu i falenderoj edhe unë, dhe më thonë, produksionin e Abdylit, Skyline Entertainment. Unë muzikën e kom nga nana. Nana është këngëtare, nana përdarsma, është Dafina Kastratit, të cilin e përshëndes shumë. Pa tjetër e përshëndesim ne. Dhe më thonë, ata kom pas në krah, në stopa jam ka shty për para. Po nanën, po edhe gjyshin. Gjyshin, dhe më thonë, në gjdo festival që më konë, gjdo koncert, gjyshin e kom pas, dhe më thonë, të koma. Po normal që kur aki dikon të familjes me një profesion të njëjtë, është shumë a lehtë. Është shumë a lehtë se të mësën shumë sena, është një shtys, është një gjo shumë ma kallaj. Po, edhe te aktrimi, po ndalja pak këllët e ti se edhe kjo është pusha artit sigurisht, po është një dek tjetër pak prej muzikës, veç të regona pak edhe kyqen të ande në aktrim, qëfar kohë, pjesët edhe rolet që ti lun. Dhe më thonë me muzikë, me aktrim edhe me vallëzim, merrem qysh në moshën 6 vjeqare. Nga mosha 6 vjeqare, fillova të merrem me artë në përgjithësi, fillova të luaj në disa drama të ndryshme në Pallatin e Kulturës, Asim Bokshin e Gjakov. Aty ku i përfundova disa drama, fillova dhe në grupin e vallëve, që të më thonë t'jem në vallëzim tradicional, shqiptar. Me aktrim, dhe më thonë, mu i me thonë e qysh para 2 viteve, fillova të merrem, dhe më thonë, shumë seriozisht me aktrim. Dhe më thonë me regjisorën Majlinda Kryezio, të cilin e përshëndes shumë, është grupi Majloj Production. Me aktrim, unë ndina shumë i gëzushëm, kur filloj me aktru, dhe më thonë, me një fjallë dalë jashtë realitetit. Po normal që du të mindru edhe karakterin. Unë me karakterin shumë, mu i me thonë, i urtë, i butë. Po në film, dhe më thonë, në aktrim, du të mindru kajtë. Du të më konë ma serios dhe ma nervos. Bara që shë kërkan edhe roli, sigurisht po. Shumë po heke, dhe më thonë, mi praktiku se pikon pak fështirë. Po me aktrim, jemi një grup shumë fantastik, i përshëndes gjithë. E përshëndesim edhe ne, se unë e di saktësisht edhe Majlinda se shka është në gjendje me bo për këta 3 që janë pjesë e, si me thonë, grupit vetë, edhe di që krejt në mënyrë vetanake e del që me i mbështet në pjesën e aktrimit, sigurisht që ndonjëherë duhet i mbështeti shumë ma e madhe me qitë në parë. Majlinda do më thonë vete me mundësit e veta, gjithë iniciativat e veta, është një femër që shumë fort, shumë e përkushtueshme në punë, e dënë punën e saj edhe e bën me krejt shpirt. Po ashtu edhe ne aktorët mundohemi që mi bo ma të mirën, që me dalë sa ma mirë dhe me thonë, sa ma serios me punë. Pa tjetër, po. Po talim edhe njerë të komentet, Abdyl, se tregove që keni pas komente pozitive, ato janë të në tokshme, TikTok-u ma veç dijet, është një lloj medjen vete, kështu po e quj, edhe i kemi pas që ka shumë komente pozitive, këto çfarë ndjesie ju japin, ndoshta gjithmonë të ndalë te çajo përmbajtja jo fort e përshtatshme, te këto tjerat që na e kënaqin pak syrin edhe veshin është ndryshe. Të na ka pas komente edhe në
edhe negative, për nuk ka pas shumë që me thëmë. Që ato që në konë ylli, që rreke gati. Ato nuk mungojnë asë njerë. Në çdo lloj profesioni, çdo lloj lamie, gjithmonë është dikush që ka një vend për një kritikë, edhe që patjetër duhet me marrë si mirë se ardhon, sepse as nuk mund të komentet negative neve vish na motivojnë ma shumë e jetës për para. E komentet pozitive normalisht një 4 herë ma shumë se komentet negative. Jena konë shumë thjumtur se kem prit që ka me pas që ashtë shumë komente pozitive. Jo mbo për minimi komente në TikTok shtash. Edhe janë 99% që i komente pozitive. Kjo duhet me mbajtë në formë. Kjo në Falenderojmë shumë publikun, i falenderojmë shumë ata që na komentojnë negativisht, po thëmë haspoj, pastaj pozitivisht. Normal, komentet negative në japin motiv, edhe nuk është që ndikomi për të me një farë fjale, mos në lërë zoti pa hejtera, pa ata që na urrejnë, sa ata në japin motiv. Unë i kisha thonë në gjithë talentave të ri, gjithë rinisë të sotit të mos ndikjoni për i komenteve negative, për njerëzve negativ, se normal suksesi nuk arrihet shumë lehtë, dhe më thonë normal që është një rrugë e gjatë me pengesa, duhet mas pari mi kontrollu veten, mi kontrollu emocionet, mi kontrollu ndjenjat, duhet mi jap vetit, dhe më thonë, mi pas fokusimin, mi pas synimin, që mos me u pengu hiq prej asë. Shumë mesazh shumë i duan kjo, se ndoshta bashkë kur e përmendet që ka shumë tri dhe treja që ndoshta kanë shumë talent, ndonjëherë sikur stepen për shkak të tyre komenteve negative, mandej e kemi përmendur disa herë këtë studio edhe për pjesën e bullizmit që ndodh, ta kemi sa më shumë parasysh që është me të vërtetë e rëndë nëse e gjykojmë dikë padrejtësisht, kështu themi, sepse secili mundohet në mënyrën e vet, në llojin e vet me tregu art, edhe mesazhin e vet tamam të duhen. Respekti do të më thonë mas pari gjëja kryesore, përgjithësi për çdo profesion, jo vetëm për muzikë, si për sport, si për gjitha. Respektin do të mi pas. Patjetër. Na edhe kemi zakonisht edhe një mundësi që me shikuesit tanë me qenë të lidhur drejt për drejt. Edhe gjithmonë me bisedën e bëjmë nga një pyetje që ata munden me inkuadru qoftë me përgjigje ose me telefonate direkte, e këto e kemi bë se çka mendoni se ju mungon rinisë kosovare sot në Kosovë. Kur flas kështu e kam fjalën për perspektivën ndoshta zhvillimin në përgjithësi të cilit do profesion ose jetësor, kështu që sa jemi të kjo, ju mund të na shkruajt direkt edhe në numrin që po e shihni në ekran, po ashtu edhe me na telefonu, patjetër na jemi të hapur të tre sa jemi diskutu bashkë me juve, po du me marrë mendimin e juj, me qenë se veç jeni rini kosovari këtij vendi, ju çka mendoni sa i përket zhvillimit juj, çka i mungon rinisë sonë në vend në përgjithësi, qoftë në aspektin e punës, mirëqenies sociale, krejt këto. Që kisha thonë se teknologjia ka shkatru krejt rinin, që ashtu unë s'po du me do vetën se dhe unë që ashtu jam gati të ditën në telefon edhe unë që ashtu, për teknologjia ka shkatru shumë rini. Teknologjia mundet me t'japë shumë mundësit mira. Do me thonë u bo mundesh me punu prej shpije me telefon, sa rrinë TikTok-ën, sa ne mundesh me punu. Se teknologjia ka jetë, se nëse dënë ti me shfrytzu teknologjin për diska tjetër, ajo është. Te ti, që shtë kishë shërtis? Janë shumë të varën, shumë ndikun për rrjetave sociale për teknologjisë. Po unë mendoj që ditë sot është shumë e lehtë, shumë mënyrë e lehtë që ka përparu teknologjia. Edhe shumë mënyrë e lehtë që mi shfaq talentin, me punu për profesionin e tyre përgjithësi. A ka mundësi sot punësimi, se ka shumë që i dëgjojmë nuk ka vend pune, nuk punohet. A mundemi sot me adoj si rini nëse veç dojmë me mbriti qëka? Ata njerëz do në mendoj që normal janë pak demela, edhe i pajtojnë punës, pajtojnë me punu, se punë ka për çdo gjë, për çdo kanë ka punë, çfarë do lloj pune ka për çdo, do të thonë kanë hapësirën me punu gjithçka. Si në shtëpi, si me teknologji, do të thonë me telefon, si normal fizikisht, po punë ka. Unë mendoj që ka për çdo kënd. Ja, dalin po. Po do më këti pak të mbështetja nëse keni marrë prej këngëtarëve, prej emrave tonë të njohur, disa i kam pa, disa lajka që ju kam po, disa artista, po tash nuk i di sa keni pas mundësi ndoshta me vrejt ju ma ndryshe që i përcjellni edhe direkt reagimet prej tyre. Po ka pas, janë konë disa këngëtar të famshëm, u konë për shembull Leli Malaj, që na ka qenë story, falenderojmë shumë. Juliana Nura na ka komentuar në video, falenderojmë shumë. Ka pas edhe shumë tjerë. Kisha falenderuar krejt. Çka thot kjo mbështetje për juve një farë formë? Se edhe kjo është mbështetje në veten, rrjetet sociale, me qenë se aty edhe ka nisë gjithçka prej anës juaj. Është normal motiv për neve, se na shohin punën, na shohin që jemi të përkushtuar si të ri mbas profesionit tonë, edhe normal që na japin një shtys
Atëherë edhe na dim që domethënë ko kemi rrjedha, ko kemi rrugë drejt edhe normal që është një farë lloj krenarie për ne. I përmendë ma herët festivalet Ylli, am të regon pak për pjesëmarrjet që i ke pas, unë e di që je dhe pianist. Po. Të regon pak për ato pjesëmarrje që kanë qenë tuat. Festivalet domethënë qysh e ceka edhe ma herët, qysh në moshën 6 vjeçare, unë kam këndu në festivalin Lyra Fest. Aty isha vend Paris, domethënë 4 vjet rresht, kisha vendin e parë. U koni gjë shumë interesant, u koni eksperiencë e mirë për mu, domethënë është bagazh. Normal festivale në Kosovë, në Shqipëni, po ashtu edhe në Malëzi, e kom përfaqësu Kosovën, po aty e zura vendin e dytë. Po, domethënë si çdo talent i ri, më kalu shumë mirë. Edhe vetë shkëmbimi ndoshta me artistat i ri, takimi me zora të ndryshëm, vokale, instrumentist, besoj që edhe kjo ja jep një farë ndjenje të mirë edhe merrni shumë prej tyre në aspektin profesional. Domethënë lidhje e re shoqënore, lidhje e re me profesora, normal që sot i kemi profesora, unë nuk e kom ditë, domethënë është shumë mënyrë më e mirë. Mënyrë më e mirë e të mësuarit, mënyrë më e mirë e të punuarit, përgjithsisht. Unë me Yllin qita shumë vone e kena marrë vesh se kërë jem konë 2 mosh fëmirore se u lidha. Jena konë bashkë 2 pjesëmarrës në një koncert. Pa atër se kena në gjofë një tjetërin se kem ditë kush jem. Jena konë bashkë, vish kërë jena i ka thonë kërë ke marrë pjesë ti, thash, që tash, tha mërë bashkë kem konë edhe im YouTube e pomë që jem konë që aty në zitash. Lidhja taman, edhe mas një koha ju kanë gjitë edhe zoni. Po, se edhe unë mena me muzikë prej moshës fëmirore, prej moshës 6 vjeçare mena me muzikë. Edhe unë ku marrë pjesë në shumë festivale, ku marrë pjesë në Shkodër, ku marrë një Kërqovë, ku marrë vendin e parë. Gjithka Përvojat për ty atje? Përvojat që i ke pas? Jëmë konë përvoja shumë të mira, jëmë konë tana mësim për jetë, kisha thonë. Se aganisë ka dalë të pjekë ma shumë për jetë. Pa tjetër, po. Ma herët kur hymë bisid, para se bëjnë në bisid e fakt, të thash që ndonjëherë nive na delë kështu na i kërkes veç prej qifit. Edhe duke qenë si janë këngë patriotike, tregove Yll edhe Abdyl që keni me diskutu ndërkohë, se s'keni bo prova që sa kohë, po qka është spontan, është shumë e mirë. A mundi me të qka tjetër me dëgju, kështu krejt pa përgatit. Merë një kone juj. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur kang bash legendari ti këndoj, Adem Jashari ti këndoj. Tash sa vjet se shepre kazin dhe reqakun, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Faleminderit shumë. Ta se kena provu. Ska dert, unë i tregova me fillim. Unë e thash që puna këtë kërkes, që që ajo është normale se natyral edhe ndodh. Shumë në rregull është. Zakonisht na kur dojmë performu një këngë, normal që hime bojmë prova, mësojmë tekstin, mësojmë melodinë. Po Albolenën, për që di, normal e kemi dëgju, është këngë e famshme, e kemi dëgju gjithë dhe e kemi mësu normal. S'pon veç mas, unë vetëm, Abdyli vetëm. Edhe normal që nuk kemi pas shumë nevoj me bo prova për Albolenën. Më thonë, deri në 3 prova i kemi bo edhe i kemi postu. Po normal këngë tjera, sidomos këto patriotiket, duhet me dit historinë, si çdo këngë. Unë edhe Abdyli si çdo këngëtar që jemi, që jemi tu studiu muzikën klasike, opera, duhet me dit historinë e një këngës, duhet me dit pse kush e ka shkru, çfarë motivi ka, çfarë djenja knohet për shembull.
se mundet më konë kënga edhe më shme shkruar, edhe më shme puna mi këndu në mënyrë të gëzueshme. Ajo është këtë kontrast. Më thonë, do të mi kënu sa ma serioz, do më thonë ato tipa që i duhet asaj këngës. Do të mi ditë normal, edhe mi kënu. E tash te këto projektet, ose në fakt po ndalim bash te këngët patriotike, për juve si tri, çfarë ndjesie është, ndoshta se shumë mirë po e thu, pa e ditë ndoshta historinë asaj kënge, edhe e këndon, po ndryshe është ndjenja kur e përjeton edhe ja një historinë, edhe për ty Abdyl edhe për ty Ylli. Çfarë ndjesie është si dy trin me promovu vlerat e vendit në farë forme përmes këngëve patriotike? Unë kum ditë historinë e Albulens, se qësh është në gjare që ka ndodhë, edhe këngën e Albulens e di pse është bo. Në TikTok e kum po ushtarë të UQK-s, jonë ku në luft edhe njoni prej ushtarëve e kënën qitë këngë, që aty mu kejtë të rëshet mi ka shu edhe që aty i kum thonë Ylli gjithë qysh duhet me bu, nuk bëm pa e bu e qëta. Pikrisht të këngë kanë ngritë dhe kanë bajtë gjallë moralin e ushtarëve të ushtrisë tonë, pa diskutim. Ylli, për ty? Normal që edhe për mu është, unë personalisht muzikën nuk është vetëm që e ndëgjoj, po e ndjej. Edhe normal ku ta ndjen, është shumë në mënyrë ma ndryshe, dhe më thonë se sa e interpreton. Po normal që do të mi ditë historinë, do të mi ditë ndjenjen, do të mi ditë motivin, se që shkëndohet ajo këngë. Edhe normal që është ndjenjë shumë e mirë, më thonë, përgjësi si gëzushme, si t'idhënushme. Unë e mendoj që gjithë qysh do të mi ditë historinë këngës. A keni ndoj zë tonin kështu që në këngëtar tonin ose artist aman që i promovon këtë lloj të muzikës që e përcjellni ma tepër ndoshta? Edhe që tentoni sa do pak me shku hapave të ti, ose të saje. Po, do më thonë... Se kemi emra shumë të mirë. Të dytë e kemi synim si këngëtar, do më thonë që në më mujtë më bosa gjysë ati është shumë arritje për neve, do më thonë është tenor i famshëm Ram Lahaj. Pikrisht kënga që dhe regjia pas pa kanal shumë. Po, do më thonë ato kemi synim që normal me hec hapave ti, siguron edhe si Abdyli. Për zhondrën, për qitë zhondrë që kena kënu na, unë kisha thonë se Ilir Shashiri, na kishku shumë dë, edhe jena të menu me bo një këngë të Ilir Shashirit e me qinë TikTok. Edhe ajo po pa tjetër, po i dim sa këngë, sa shumë i ka dhënë historisë të muzikës shqiptare, këngëtari mirënjohur Ilir Shashiri. Jemi krejt në fund të bisedës Ylli edhe Abdyl, pa tjetër që jeni të lirë, natyrisht edhe me po falendrimin nëse keni dëshirë, ose ndonjë mesazh që unë gjithmonë kam dëshirë prej trinjve për trinjt me marë. Sidomos për këtë fushën e juj, po edhe në përgjithësi që e thatë mos dorëzimin, mos me unë dje heq ndoshta të paragjikun para zgjo. Me kisha falenderu babin shumë për tana mundësit që mi ka jep tanat, familjarët krejt, edhe e kisha përshëndet shumë nipin, se para 2 dite i mbodoj për herë të parë. Urime, pa që tjetën e qatë edhe që mirë. Normal edhe une fillimisht e përshëndes familjen teme, nanën, gjyshin, të cilët më rrinë gati non-stop. Ashtu special e përshëndes edhe profesoreshën time, sopranën e mirënjohur Adelina Palojen. I përshëndes edhe gjithë kolegët, fakultet, profesorat, profesoreshat, për të rritë, do më thonë, pa marrë parasysh se çfarë pengese i tekër para. Pengese, çdo gjë që t'jep jeta asnjë emocionalni, do më thonë motivin në sanin kryesor, vullnetin edhe dashnin për profesionin. Kur i ki këto, atëherë normal që je hapa vetë sigurt edhe je ki sukseset, dhe më thonë ata veç për ti sukseset. Patjetër, unë gëzona shumë sa që dëgjoj mesazhe të tilla nga gjenerata juaj, edhe ju uroj shumë suksese juve. Nuk e di nëse e keni edhe atë këngën tjetër që e keni postu së fundi, tash se me pa e shikuar dhe vetë nuk e di, po a mundet edhe për fund ta mbyllim kështu mas miri, edhe unë nuk po përzina më, direkt kënga e tenorit njohur Ram Lahajt pas performancës së Yllit edhe Abdylit. Faleminderit shumë që jeni koncert. Faleminderit. Kur ta ktheva, okej. Kur ta ktheva Kosov shpinën, hej, more lash bore gjeta dimen, por si uj që rjell nga gura, hej, more por si bora në përskura.
Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për E te. të